unë kam përfunduar në fakultetin filozofik dhe gjithmonë e mbaj mend në periudhë sonte bjershi, sa herë mbaj mend që kemi patur ligjërata ku koha ka qenë ngështuar, nxjerrshim një fakulteti nxjerrte një farlloj kove që uji në çati që rrithte të pikoj, sepse hynte brenda në fakultet, të pikoj në atë kovë që të mos bëhet diçka më e madhe. Është e njëjtë situata nëse ke qenë... Unë kam përfundu para 9 muajve. Nëse ke qenë për vizit? Kam qenë edhe për vizit dhe është e njëjta situatë, bile studentët e publikojnë ashtu, të njëjtat kushte ashtu. Po jo vetëm, ne nuk i kemi as laboratoret elementare për të bërë shkencë. Për shembull, për një profesor të fizikës apo profesor të biologjisë që publikimi i një kërkimit shkencor të atyre profesorëve të fushave dhe disiplinave të caktuara nuk nënkupton që duhet të ulesh në laptop dhe të shkruash, por nënkupton të kesh kushte të laboratoreve që do të mundesh të bësh eksperimente të ndryshme që më pas do t'i publikosh në një revistë shkencore.